Dhe prandaj një nga arsyet që është mirë aty ku është ai kryetari i bashkisë është kjo. Se Kulla si ka bërë vetëm, i ka bërë me gjithë oligarkët. Dhe ka kusur e tjera për t'u hapë nesër. Po këtë si e harruan? E harruan atje? Po e harruan dhe e ka nga të gjithë krahët, nga kundërshtarët, edhe nga të brendshëm. Jashtë partisë dhe brenda partisë. Se më duket se po priste mesatar në dorë në i humbjet PS-s për të bërë dhe ai fikën e radhës në papa. Jam mësuar ta. Kështu që midis tyre nuk ka miqësi, nuk ka shoqëri, nuk ka vëllazëri, ka vetëm partneritet, krimi për të rrjepur të vend. Ato kanë gjitha të njëjtin Ta më kujtojnë mua ato natat e thikave të gjata të Firencës të viteve 1400-1500. Atje shkoj në biznes me njërën dorë që ofroj oferta dhe në dorën tjetër mbrapa mbaj thika. Kështu e gjitha. Ta kanë aleanca fluide që ndryshojnë nga moment i moment sipas interesit tyre. Dhe se kanë problem që fusin e pranojnë se kështu funksionon thonë dhe vazhdojnë prapë. Ke këta ka humbë turp. Po ka humbë dhe këne. Se më keqe që ka humbë këne. Unë mendoj që ne mund të bëjmë një rizgjim, se nuk ka rrugë tjetër. Zoti ka thonë që nuk zhduket drejtësia. Ai është garanti i drejtësisë vetë, sa kotit fjalë ati në tokë është garanti i drejtësisë. Ai popull që do të kapet pas litarit të Zotit dhe pas fjalës së tij nuk humbet. Ne prandaj po humbim si popull. Se ne kemi probleme morale. Mos ja vëm fajin tyre, fajin e vëm vetes. Pse i kemi duruar? Çfarë do ndodhi? Këta janë gati të vriten për pushtetin e tyre, për padrejtësitë e tyre. Ne s'jemi gati të vritemi për detën tonë. Dhe thot një nga këta lapushtë e rinë politikës, thot, unë nuk jam për revolucion, jo unë jam për popullit, thot fjalën e tij. Dhe Europa këtu është mrit. Rusoj ka përcaktuar qartë, kur demokracia përfaqësuar përfundon këtu ku jemi ne, populli ka detyrë të çohet të kthejë demokracinë e drejt për drejt. Dhe vendimet kryesore ne t'i marrim me referendum. Tani kemi këto telefonat, votojmë dhe ta shohim atje. Pra kemi nevojë për demokraci, kemi nevojë për sistem zgjedhor ku ne ta ndjekim hap pas hapi si ndryshon vota dhe votojë gjithë populli shqiptar, dhe si edhe nuk e kemi dhuruar fare që na kanë dhënë këta votën për diasporën e për këto, po t'i kërkojmë falje të uli kokën për diasporën edhe të dënohen përjetësisht mos marrin pjesë politikë që këtë popull çon jashtë. Se një popull që ka ikur jashtë nuk ka ikur kot. Kur shkon jashtë kupton që të mungon vendi yt. Familja jote. Jo më ja. Këto janë jo maskarallik. Po këto janë njerëz që duhet mohojnë dhe filozofinë botërore që thotë emigracioni në ushqen humbja shpresës dhe mbi të gjitha zhveshja e vendit nga mjetet e nevojshme të jetesë. Sa është minimumi jetik në Shqipëri? Dhe unë, gjë e parë që do të bëja po të isha në politikë, do merresha me minimumin jetik. Që të merresh me minimumin jetik, do të merresh patjetër me krijimin e një tregu të lirë, me prishjen e oligopoleve që janë, dhe me synim përforcuar pasaj shtresën e mesme. Pra nuk mund të merresh me ekstremin, me minimumin jetik, par bërë shpërndarje pasurie të marrë shtyrat që kanë arram nëpërmjet drejtësisë një dhe i politike taksimesh të drejta. Nuk mund të jetoj kjo tokë, ky diell, ky qiell, kjo hën për 5 veta atje. Edhe fshihemi ne se kështu e ka tregu, jo, tregun e bëjmë ne. Nuk lejojnë vende të tjera këtë lloj politike. Politikat sociale kanë lindur që me kohën e Bismarckut dhe janë fiksuar dhe janë shumë të sakta. Mjafton të marrim një nga vendet që ne duam të marrim për shembull dhe i kemi. Siç mund të marrim ligjin për administratën publike, pra e lëm pavarur, dhe siç mund të vendosim që të gjitha asetet që kanë marrë kriminalët dhe asetet që janë burime natyrore kombëtare, që këta i kanë çuar me offshore edhe i garantojnë me kërcënime për arbitrazhe, për gjyqje arbitrazhe ndërkombëtar, t'ia kthejmë shqiptarëve. Shqiptarëve t'u kthejmë çfarë është e tyre. Dhe është e sigurt që këta kanë vjedhur për 400 breza e tyre që do vinë, atë që na mungon e sot. Çfarë mungon ky shqiptari varfër, është më tepër se këta. Ne na lim për detyrë t'i themi shqiptarëve, kjo është zgjidhja. Përballur për fatin tënd.
Nuk do. Ri, vuaj. 40 vjetë priti populli Mojsiut të bregu i lumit Jordan. Edhe Mojsiu vetë nuk arrit të shite, vllai i tij po. Haruni. Mojsiu nuk e pa. Se ishte një popull që nuk diqte parimet e Zotit. Pra mësimet i kemi. Ne duhet të ndjekim mësimet që janë. E nuk është ka që vështirë. Edhe shohësh që nuk janë këta, ja. Ky u quajt Zot Berisha, legjendar. Çapras po flet. Për ditën ditë më keq. Kisharak, prit çdo thot nesër. Për këta nuk ka rëndësi, për këta mund ta vënë edhe thjesht si imazh, edhe ta projektojnë kështu me 3D e ta lënë atje. Nuk ka rëndësi për këta. Se nuk ju dhimbset Berisha. Se sapo Berisha mund nxjerrë në njërin nga loja, i turën dhe nuk i lën kusur. Pra nuk ka një aleancë shpirtërore me Berishën. Ka një aleancë në të aleanca e krimit kur nuk është shpirtërore. Është aleancë halli, por shumë e poshtë. Edhe në krahun tjetër. Do t'i mbarojnë gallatat e Ramës. Dhe sidomos kur sheh që reagon drejtësia, ati ngec gallata në fyt. Ati dhe stafit ti, që mendojnë që do edhin këto tullumbacet e entuziazmit shumë pambarimisht, në kohë që realiteti është krejt tjetër. Unë mendoj që zgjidhja është tek ne. Por nuk dyshuam ne, nuk kam për dyshuar, politikët atje janë. Me taks progresive të saktë, premtoi Rama këtu e 12 vjet, nuk e mbajti. Kush fiton më shumë do paguajmë shumë. E kundërt. Dhe nuk mund të ketë shoqëri shqiptare me 4 veta pa një minimum jetik 25.000 euro mbi. Është tentuar jetesa dhe thonë i kemi dhënë blerë pronave. Kujt ja tregojnë të maskaralli? Po rrogat pse si ke ngrit? Nëse një shqiptar jetonte me një rrog familjar 1 milion lekë para 12 vjetëve, sot nuk jeton më. Dhe minimumi jetik është që të dyja partitë, të dyja bandat mizere nuk e thonë, 1/3 strehim, 1/3 ushqim, 1/3 edukim. Edhe i tregojnë 200 euroshin, një pension. Dhe del një maskarat, e thot, unë do i thot politik me 200 euro, se nuk del, po jo, nuk bëhet llogaria kështu. Me llogarin time, me lapsin tim, kur ti zhvesh ta nga pasuria, që janë miliarde, ja ku i kanë para ata? I shohim çdo ditë, 200 euro. Pjestoja të 6 milionë euroshin për 2, 3 milionë. Iqi dhe atë, sa pensione dalin. Ore mjafton $250.000 në muaj. Që ky paguan për të pastruar emrin e tij. Që s'ka lume për ruat në muaj, është ajo. Dhe ka paguar 750 deri tani. Që këtu ka rënë brenda. Ka bërë vepër penale e partia duhet shkri. Si person juridik duhet mbaj përgjegjësi penale. Sa pensione janë atë? Vetëm në muaj, që këti i hap barkë, po a jeton njeriu me 200 euro? Pse të mos jetë minimumi jetik, minimumi pensioni, jo gjitha pensionet, mund të ketë njeriu dhe pensione dinjitoze. Minimumi jetik të jetë me rrogur më të ulët. Pse se bëjmë të ne? Po nuk e mban dot se këto janë çmendurira, po çfarë bëhet deri tani? Po këto koncesionet që ishin 1 me 1.000, kosto 1 edhe vum, kosto reale 1 dhe u bë 1.000, ku janë ta? Ku t'ja edhe këta? S'ka filluar akoma e sapi i llogarisë, i detësisë.